Top Albania Radio at the movies. Përshëndetje gjithëve, po dëgjoni At the Movies me mua Edean dhe Edin. Do të jemi së bashku për plot një orë. Nëse nuk e kuptuat nga titulli, do të flasim për filmat, për kinematografin, për premierat më të fundit në Cineplex e kudo. Dhe përgjatë këtij një orëshi, nëse do thoni mua ndoshta nuk më pëlqejnë shumë filmat, nuk ka gjë, kemi muzikë shumë të mirë për ju, muzikë aq të mirë sa përfshihet në filma. Është një 60 minutësh joshjeje për të gjithë ata që ndoshta nuk janë shumë in në botën e filmave. Kemi dy premiera sot të Cineplex, premiera botërore të mëdha për të cilat kemi folur ditë të tëra dhe më në fund kanë ardhur ditët që ne ti shikojmë në ekranin e madh të kinemas dhe sigurisht në pjesën e dytë të programit unë dhe Edea kemi ato sugjerimet tona dhe ndonjë gjë pikante çfarë ka ndodhur nga bota e kinematografisë në tërësi. Bashkë me DJ XXL do të luajmë edhe kolonat zanore të filmave të cilat janë premier në Cineplex, por gjithashtu edhe filmat të cilët kemi folur përgjatë gjithë këtyre puntatave, numri i të cilëve nuk e di se sa filma, mendon. Edhe ne prapë kemi sugjerime. Mendon që e kemi kapur diku tek 1000 filma apo janë shumë? Zoti premtoft kohë të lirë mjaftueshëm që ne tulemi dhe ti numërojmë këto. Po e diti për çfarë do mendoj unë gjatë publicitetit tani, derisa të vazhdojmë me pjesën tjetër? Ai ishte joshje, fjala e dur. Nga ana jote. Atëherë mendoj. Po i premtojmë dëgjuesve tan joshje, po hera herës nuk është e përfshirë. Mos të dalim mashtrues. Sa po tham, kemi bërë sugjerime kaq shumë ndër vite, ju është bërë një listë e madhe. Joshje hera herës, gjithmonë. Në këto temperatura shumë hot, joshja më rri shumë mirë. Kur ka protagoniste tërheqëse, Edisoni ju premton joshja. Janë të gjithë komponentët e duhur. Vendosa ta ndaj me ju këtë këngë sepse dëgjova tek traileri i Formula 1-s. Një nga këngët më të mira, e di që ky nuk është një emision ku ne prezantojmë këngët, po i gjithë albumi i Fleetwood Mac është një album i cili është shkruar kur pra Fleetwood Mac përbëhet nga dy vajza dhe dy djem, të cilët kanë qenë të gjithë të lidhur me njëri tjetrin dhe në një fazë ndarjesh, debatesh, zemërthyerje të tjerë, ata bëjnë një nga albumet më të mira të gjitha kohërave, ku shumë këngë janë të përfshira, këngë të cilat aq shumë i kanë rezistuar kove sa përdoren tashmë edhe deri diku pak më të modifikuara si kolona zanore e filmash. Dhe duhet thënë që tek Formula 1 ka plot kolona zanore. Shumë prej tyre i kemi transmetuar gjatë këtyre emisioneve në fakt dhe është një ndër filmat që ka me të vërtet shumë kolona zanore dhe janë këngë të bukura të gjitha. Mirë tani, kemi folur shumë herë për Formula 1, po mund të ketë nga ata që ndoshta ende nuk e din se çfarë është ky film dhe për çfarë bën fjalë. Besoj të gjithë e dini vetëm që ka një lidhje mes Brad Pitt dhe Formula 1, apo jo? Mendoj të ndjekim pak trailerin edhe të flasim pak më në detaj pas pak. Dikur u largua nga gara, por pista nuk I harron kur yjet e vërtet. Did you win something? Brad Pitt. There's 20 other drivers still out on that track. Do you think any of them respect us? Është Hayes. I'm offering you an open seat in Formula 1. The only place you could say, if you win, you are the absolute best. Formula 1 në Cineplex Tech dhe QTU. Dikur një pilot premtues i Formula 1 Sonny Hayes, luajtur nga Brad Pitt, u tërhoq nga gara për shkak të një aksidenti që desh I kushtoi kokën. I demoralizuar si çdo pilot që pa shpejtësinë është si ai peshku pa ujë, ai ka vendosur të jetojë një jetë në një rulot ku ka rënë pre e veseve, por miku I tij I vjetër, Javier Bardem, I cili tashmë është bërë pronar I skuadrës, vendos ta rikthejë në pistë, kësaj radhe si mentor. Dhe në fakt Brad Pitt ka bërë namin këto ditë në të gjithë premierat e mundshme, edhe me një look të ri, më kujtoi kohën kur ka luajtur Miss and Mr. Smith me Angelina Jolie, sepse kishte qetur flokët pothuajse zero, ndërsa përveç aktorëve kryesor të katërtve që janë Brad Pitt, Kerry Condon, Damson Idris dhe Javier Bardem, pjesa tjetër janë të gjithë pilotët e Formula 1, sepse duhet të dini që filmi është xhiruar gjatë garave reale të Formula 1 në çmimin e madh të disa vendeve.
Dhe sigurisht këtu është Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, shumë pilot të cilët kanë marrë pjesë edhe ndërveprojnë, po themi, me gjithë skenarin e filmit. Dhe kjo është e veçanta edhe e bukura, sepse sidomos për fansat e Formula 1 mund të kuptojnë më tepër se çfarë ndodh në brendësinë. Zakonisht shohim garat në televizor kryesisht, se kemi ndoshta fatin të gjithë shkojmë edhe t'i ndjekim nga afër, por e gjithë gjëja që zhvillohet, po themi, në atë çfarë ne nuk e shohim është fantastike. Edhe janë xhiruar gjithashtu në pistat reale, di që Brad Pitt është trajnuar intensivisht me makina specifike për t'ia marrë dorën dhe madje ka marrë edhe nga disa fjalë shumë të mira nga Lewis Hamilton. Pra ka marrë komplimente për mënyrën se i ka dhënë makinës e të tjerë, po diçka që më bën përshtypje, pasi pash trailerin, pash Javier Bardem, pash Brad Pitt dhe pash asnjë shenjë plakjeje. Nga ana e të dyve, gjë që më shokon, dua të di sekretin e tyre. Jam gati të dërgoj një email anonim ku i pyes. Patjetër që nuk do ta ndajnë me mua, po do kisha shumë dëshirë ta dija. A është ajo si e ka ajo adrenomina, ç'është ajo gjaku i bebeve, a çfarë dreqin është që këta dy personazhe nuk plaken kurrë. Unë kam një lloj përgjigjeje, sepse Brad Pitt është një ndër aktorët e mi të preferuar. Tani kam përshtypjen që ka të bëjë edhe me kujdesin ndaj vetes. Pse? Sepse në momentin, në një periudhë 2-3 vjeçare kur Brad Pitt pati krizën me Angelina Jolie etj, domethënë u shndrua në një njeri që pothuajse nuk njihej, pra vërtet goxha i plakur, edhe për moshën që kishte. Pasqyrua kjo gjë në pamje. Absolutisht. Dhe besoj, pasi kaluan ca kohë, vjen edhe shërimi emocional etj, dhe tani për shembull është në super form. Pra, janë gjenet, por mendoj që edhe kujdesi ndaj vetes ka të bëjë shumë. Unë mendoj që kujdesi ndaj vetes shkon deri diku. Pjesa tjetër mbetet mister. Po shikojmë edhe këto transformimet e personazheve të showbizit tani që po rinohen më shumë se ç'kanë qenë në pamje dhe në aparencë kur kanë qenë 20 vjeç. Kisha një kështu si, po e hedh kështu si teori konspirative që ndoshta Bredi ka zbuluar të njëjtin kirurg të Kris Jennerit, këtë gjë nuk e di, por meqense po flasim për njerëzit që nuk ndryshojnë ndër vite dhe që ndrojnë njësoj. Kalojmë pak tek Megan, që është një robot dhe kur nuk ndryshon, por kësaj radhe ndryshon. Okej. Ndjekim pak trailerin e Megan 2.0. Nga vrasëse Mrs. Forrester, we have a problem. We're hunting an autonomous android named Amelia. She was built using your design for Megan. në hero. How's this possible? You deleted it. Apparently you didn't. Let's get to work. Well, look who came out to play. I was programmed to protect Katie. The only question is, are you going to stand in my way? Kësaj radhe ajo do të shpëtoj ditën. Megan 2.0 në Cineplex Tech dhe QTU. Pas kaosit që krijoi herën e parë si një robot i ndërtuar për të mbrojtur një fëmijë, kaos që rezultoi në vdekje, programi Megan tashmë është karkuar në një trup robotik i cili është i parrezikshëm me qëllim që mos lëndojë më askënd, por zbulohet se programi i saj është vjedhur dhe i është vendosur një robot i cili tashmë po evolon dhe po bëhet më i rrezikshëm se kur dhe po kërkon të vras Gemën, krijuesen e saj dhe patjetër dhe Cadence, vajzën për të cilën ajo është ndërtuar për të mbrojtur. Gjë që do thotë që Megan nga ky roboti që e kanë bërë që nuk mund të lëndojë askënd, e rishkarkojnë dhe e riformojnë me shpresën që kësaj radhe ajo do të kthehet në një hero dhe do të shpëtojë ditën dhe nuk do bëjë ato proçka që ka bërë herën e parë. Me sa duket, inteligjenca artificiale është e pamundur tani të përfshihet, sidomos kur kemi skenare të tilla se i shkon edhe shumë për shtat pakte një lidhje mes Megan dhe pastaj vijimit Megan 2.0. Kështu që e gjithë kjo çështje e robotëve, të cilët fillimisht janë projektuar për të qenë të mirë dhe më pas mund ndodh diçka e keqe, mbetet në zhvillim e sipër dhe është një ide shumë aktuale, e cila duhet thënë ka friksuar jo pak të gjitha gjeneratat e tanishme dhe të së ardhmes. Ama inovative që nga një robot i keq tashmë po kthehet në një robot të mirë, kështu që jo gjithmonë është ajo gota gjysmë bosh. Varet se si e shikon. Okej, interesante. Shkëputemi për pak publicitet dhe rikthehemi sërish. Rikthehemi në The Movies për të folur tani për një serial i cili kam përshtypjen që në të gjithë botën e kinematografisë që ne kujtojmë mund të ketë qenë ndoshta seriali më i çuditshëm që u publikua ndonjëherë, megjithatë bëri namin në të gjithë botën edhe është e vështirë të dëgjosh një njeri ose të takosh një njeri që nuk ka dëgjuar për Squid Game. Nuk e di nëse ti s'kam pyetur ndonjëherë
të ka pëlqyer, pra ke qenë një lloj fanse e Squid Game-it apo jo? Jam një fanse e Squid Game. Mendoj që vetë kinematografia e tyre i qëndron shumë kësaj si me Parasite. Edhe është një tjetër, nuk më vjen emri, është një show në Netflix shumë i ngjashëm, pra që janë një grup 8 njerëzish që futen dhe bëjnë lojra, janë në një si një shtëpi kuklash dhe patjetër që vdekja është ajo që i gjen në rast se ata eliminohen nga loja, pra nuk është thjesht një lojë gjë që ata nisin duke besuar se është e tillë dhe shoh që është tematik rekurente e përsëritse e kinematografisë së tyre. Dhe janë zakonisht shumë të suksesshme, pse e mendoj këtë, se dua ta ndaj këtë me. Sepse është një film që t'ia tregon kujdo. Besoj të gjithë e gjejmë veten pak tek ajo pjesa e jo vështirësitë financiare, jo çfarë jemi të aftë të bëjmë për të arritur shumë më të mëdha parash, edhe luajnë ndoshta është tematika që përmendur edhe aq prezente në kinematografinë e tyre, duke qenë se është një popullsi aq e madhe që kanë një pjesë dërmuese vështirësi shumë të mëdha ekonomike dhe bim pre e gjërave, pra po ti shohësh personazhet e Squid Game-it kanë qenë njerëz që kanë luajtur baste, janë njerëz që njëri tek ky sezon i ri pra ishte një djalë i cili kishte fituar shumë para me anë të kriptos, më pas kishte humbur të gjitha këto para. Janë problematika ku njerëzit e gjejnë veten dhe e vendosin, madje u bë aq i suksesshëm sa Netflix kishte një show që ishte një Squid Game sequel ku njerëz të vërtet shkonin dhe provonin lojën që u bë e famshme dhe virale kudo. Jo më kot, po flasim për Squid Game sepse pikërisht sot është publikuar sezoni i 3 dhe i fundit. Merr këtu fund saga e Squid Game. Janë 6 episodet e fundit që tashmë janë në platformën e Netflix duke nisur nga sot dhe ky sezon përmbyll udhëtimin dramatik të Song Ji-hoon dhe gjitha pikpyetjet që ne kemi patur deri më tani që na kanë shoqëruar në fakt që nga sezoni i parë marrin sot fund sepse do u jepet zgjidhje, gjithçka e pra flitet sepse nuk e di, besoj nuk ka dalë koha ende që dikush t'i ketë parë sot 6 serit e publikuara, po flitet që nuk do të lihet më pikpyetje, duke qenë se nuk do të ketë edhe një sezon të 4, pra ky është sezoni final dhe domosdoshmërisht duhet të zgjidhet. Do kemi një mbyllje. Ju rikujtojmë dëgjuesve se sezoni i dytë ishte me një fund të hapur, që u la aq pak optimisht, mbaj mend kur sapo doli e ula për t'i parë nuk e mbaj mend 6 seri më duket ka patur dhe sezoni i dytë në mos gaboj, po pak kanë qenë dhe jam ulur për t'i parë dhe për t'i mbyllur brenda natës me shpresën se do ketë një fund siç ishte sezoni i parë që kishte një fund dhe nuk pritej për një të dytë. Dhe më pas do prisja me durim deri në të tretin. Ama ai fundi i hapur ndoshta dhe fakti që janë publikuar jo me një diferencë shumë të madhe kohore, po ta mendosh. Në mos gaboj, pra maksimumi ka qenë para një viti sezoni i dytë, jo nga këto kanë kaluar 5 vite dhe duhet shohësh nga fillimi sezonet e para për të bërë lidhjen. Madje ishte ideja për ta përfunduar, po duke qenë se mori një hovë shumë të madhe dhe të gjithë ekipi i punës u shpreh që donin ta punonin deri në detaje. Për shembull, një ndër gjërat interesante se tani është ajo që the ti pak më parë që kanë kapur disa detaje që njerëzit e gjejnë veten, por tani duke qenë se fitoi një popularitet të madh, e kanë shfrytzuar të gjithë serialin dhe të gjitha detajet brenda tij për të përcjellë edhe mesazhe. Në episodin e 4, për shembull, një fakt interesant është sezonit të dytë, është një lojë e cila paraqet lojtarët të ndarë në ekipe të lidhur te kyçet e këmbëve dhe të detyruar të luajnë lojra njëra pas tjetrës. Është një lojë që zhvillohet përgjatë një rruge ylberi dhe në fakt organizatorët kanë thënë që jo më kot të gjitha ato ngjyra, ato mesazhe, figura ka një kuptim. Dhe e njëjtë është edhe kjo rrugë që simbolizonte pafajësinë e fëmijëve dhe kufirin e hollë mes jetës dhe vdekjes. Aq më tepër pastaj që marketingu i kostumeve dhe çdo gjë tjetër ka bërë. Është gorë në vetvete. Mendoj që ky sezon i dytë kur ke një sukses kaq të madh, përgjegjshmëria për të qenë sërish i suksesshëm është sërish shumë e madhe. Nëse do mpyesje mua personalisht, për mua sezoni i parë është sensacional në krahasim me dytin, uroj shumë që tek i treti të ketë një fund aq të bukur sa ta harrojmë pak atë të parin. Ama diçka që nuk mund t'ja mohoj dot dhe s'mund t'ja heq dot nga tava Squid Game-it se është atribut që patjetër e ka, është ajo ndërlidhja e pjesës fëminore, mbaj mend një karusel plot ngjyra, vizualisht është ti je në një habitat kaq fëminor dhe kaq pafajshëm dhe është kaq gorë dhe grotesk me anë të vdekjeve e të tjerë. Është i gjithkohshëm ky paralelizim, edhe për shkak se lojrat janë të gjitha lojrat që i luajnë fëmijët koreanë etj etj. Ka shumë të veçanta, sepse ndonjëherë ne edhe nuk e vlerësojmë pavarësisht popularitetit të madh,
thjesht është një gjë koreane, nuk e di, pra domethënë që nuk ka shumë kinematografi brenda ose shumë kuptim. Po do ti që kur e studion akoma më tepër dalin plot gjëra interesante. Mund të hedh një 2 minutë, një minutë. DJ Cecili ma bën me shenjë. Në fund, ta hedh në fund atë vrerin e vogël që kanë vlerë. Për në fund se duhet shkëputemi tani dhe besoj në fund do ta kesh kohën tënde. Faleminderit. Rikthehemi në The Movies, kësaj radhe për të përshëndetur, por dhe për mua për të marrë këtë 2 minutë për të hedhur një vrerë, besoj me të drejtë. Mu reklamua si këto labubut që janë bërë virale kudo. Labubut. Nëse do kishte një labubu ekuivalent me serial, është pikërisht We Were Liars, po më dilte kudo në TikTok, në Instagram dhe vendosa që ta shihja. Ndjek historinë e një vajze adoleshente e cila vjen nga familja Sinclair, një familje shumë e pasur, të cilat verat i kalojnë në Martha's Vineyard, një ishull ku zakonisht pasurit e Amerikës bëjnë pushimet e tyre. Në pamje të parë një jetë perfekte, kjo bën një aksident dhe ka një dëmtim traumatik në tru ku nuk mban mend se çfarë i ka ndodhur. Parimisht është i bazuar në bestsellerin nga Lockhart, ndjek historinë e Caden Sinclair, kësaj vajzës. Thonë se ka një mbyllje dhe një kurb historie që është shokuese në fund të filmit, ama pasi e pash, di të them që është i xhiruar si një videoklip, aktrimi i protagonistes është në funksion të pamjes, pra e ke parasysh nga ato aktoret që po qëndrojnë në këtë pozicion se mendoj që ky profil më tregon të bukur. Për mua ishte një aktrim jashtëzakonisht shumë i dobët, vizualet ishin interesante. Një mungesë të mërshme substance në atë film, më kujtovën filma si The Kissing Booth, pra nga këto filmat limonat adoleshentor, i reklamuar që ka në 2 serit e fundit një plot twist që do të lërë pa fjalë dhe të shokuar, dhe të them të drejtën nuk ja vlen ndjekja e gjithë serive për të shkuar deri te këto 2 seri të mallkuara. Nëse do ndjekim paralelizmin me Labubut, Labubuja është e shëmtuar në tërësi, po ama është tërheqëse. Është tërheqëse dhe për shembull po do bëhesha prete do blija një Labubu, por nëse do e ktheja kohën pasi kam parë 3 episode të We Were Liars, nëse ju ka dalë në TikTok dhe besoni deri diku tek qasjet tona dhe duke qenë se jemi njerëz që ndjekim shumë filma, mos bini pre, nuk janë Labubu. We Were Liars nuk është një Labubu, është një Lafufu. Kaq do thoja, faleminderit. Bukur, dhe me që e hapëm këtë si parë, duhet të themi që ta bëjmë më shpesh këtë gjë, që të bëjmë një ndarje, se zakonisht u flasim vetëm për gjëra të mira, ndiqni këtë, po duhet të themi ndonjëherë mos ndiqni këtë se nuk ja vlen. Ju lutem, shpëtoni veten. Mirë, jemi në fund e The Movies për sot. Faleminderit që qëndruat me ne. Vjoni të shikoni filmat mirë. Mos harroni 2 premierat në Cineplex.